Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të përgatisim bashk një bukë mistri. Kjo është një recetë e vjetër e familjes sime, e trashëguar ndër breza deri tek unë, dhe sot vendosa ta ndaj këtë recetë edhe me ju. Ua garantoj që me këtë recetë buka e mistrit t'ju del kaq e butë, nuk ju thahet dhe ka shijen si bukët e mistrit që shiteshin dikur në furrat e bukës. Nëse do e provoni dhe ju në shtëpi, u asiguroj që nuk do ndryshoni me këtë recetë, pasi asnjëherë nuk dështoni dhe buka e mistrit ju del një mrekulli. Tani le të nisim me procesin e përgatitjes. Siç e shikoni në tavolinën e punës, janë të gjithë përbërësit që na duhen për përgatitjen e kësaj buke. Si gjithmonë, unë përbërësit ua them me filçan, pasi do e keni më kollaj kështu. Në një enqelçi do hedhim në fillim majan. Unë kam përdorur një lugë gjelle me maja të freskët, maja aktive. Prandaj duket shumë në video, por nëse nuk keni në shtëpi maja të freskët si unë, do hidhni vetëm një lugë çaj me maja të thatë. Do shtojmë tek majaja edhe një lugë gjelle me sheqer, si dhe një filxhan e gjysmë me qumësht të ngrohtë. Do të razoj majan derisa të tretet mirë. Unë pothuajse gjithmonë përdor maja të freskët, pasi më pëlqen më shumë efekti që jep kjo maja dhe aktivizohet më kollaj dhe më shpejt se majaja e thatë që është si pluhur. Pasi e kemi trazuar mirë majan, në tas do shtojmë edhe kripën sipas nevojës, si dhe 2 lugë gjelle me vaj ulliri. Nëse keni vaj tjetër gjelle, mund t'i shtoni edhe 3 lugë gjysmë me vaj. I trazoj mirë dhe më pas në tas do shtojmë edhe një filxhan me miell normal. Për çdo përbërës, mirë është të përdorni të njëjtin filxhan dhe unë në këtë rast e kam fjalën për filxhan kafeje, siç e shikoni edhe vetë. E trazoj mirë miellin me masën tjetër në tas dhe në fund do shtojmë edhe miellin e mistrit. Në total do përdorim 4 filxhan kafeje me miell mistri. Nëse jetoni në Shqipëri mund të gjeni miell të mirë mistri dhe cilësor. Mund ta gjeni edhe më të trash, por duke qenë se unë jetoj jashtë, e kam pak të vështirë që të gjej miell tjetër përveç këtij që shikoni në video. Këtë e kam gjetur tek dyqanet arabe, është pak i imët si miell, por megjithatë unë e pëlqeva shumë rezultatin dhe shihen që buka kishte në fund. E trazoj mirë miellin e mistrit ose me një lugë druri ose me një tel kuzhine dhe duke e trazuar i shtojmë edhe rreth 1 filxhan e gjysmë me ujë të ngrohtë. Megjithatë, ju e shikoni dhe vetë masën në fund, sepse nëse e keni mielin më të trash ose më të imët se sa ky që unë kam përdorur në këtë video, ndoshta do t'ju duhet më shumë ose më pak ujë nga çfarë kam përdorur unë. Por në fund fare masa do t'ju dalë pak e ujshme. Pra për këtë bukë nuk e zëm brumin të fortë ose njësoj sikur po zëm brumin kur bëjmë bukë normale ose byrek, por në këtë rast brumin e zëm goxha të ujshëm. Masa e brumit duhet të jetë e trash, por sigurisht e ujshme. Pra të mos keni mundësi ta mblidhni dhe ta punoni me duar, siç bëjmë zakonisht kur bëjmë brum. E shikoni dhe vetë dashur miq se sa e ujshme është masa e brumit për bukën e mistrit. Madje majaja ka nisur që edhe të aktivizohet pak, sepse majaja e freskët, siç u thash, e jep efektin menjëherë dhe brumi vjen shumë kollaj. Më pas brumin e mbuloj me një qese kuzhine sipër dhe e lëm të pushoj derisa të dyfishohet në masë. Nëse i keni përdorur maja aktive, mjafton ta lini 30 minuta që të pushoj. Por nëse përdorni maja të thatë pluhur, do e lini edhe më gjatë që të pushoj. Ndërkohë që buka vjen, ne hapim furrën dhe e lëm që të nxehet në 200 gradë Celsius dhe tani do hedhim bukën në tepsi. Tepsin më parë e luaj me pak vaj dhe aty do hedhim bukën e mistrit. Tepsia ime është e vogël, por këtë bukë mund ta pishni edhe në një kallop keku, ose nëse doni ta bëni një tepsi me diametër më të madhe, atëherë do t'ju duhet që gjatë përgatitjes të dyfishoni përbërësit që përdorim për përgatitjen e bukës së mistrit. Pasi hedhim brumin në tepsi, e fusim direkt tepsin në furrën e nxehtë dhe e lëm të piqet për rreth 1 orë ose maksimumi 50 minuta. Gjithsesi, para se ta hiqni nga furra, provojeni më parë bukën me një kunjë dhëmbësh dhe nëse kunja del e pastër, atëherë mund ta hiqni bukën nga furra. Pasi e heqim, e lëm bukën që të pushoj për 5 minuta dhe më pas e nxjerrim nga tepsia dhe e keni gati që ta prisni sipas formave që dëshironi dhe mund ta konsumoni si të keni dëshirë. Vajza ime e pëlqeu shumë, madje mendoj se ishte kek dhe e ka ngrënë me shumë kënaqësi.
Del kaq e butë sa që nuk e dalloni që kjo është bukë e bërë vetë në shtëpi dhe jo e blerë në furrën e bukës. Me këtë recetë buka nuk ju thahet dhe u del shumë e shkrifët. Shumë shpejt do t'ju sjell edhe recetën e bukës së mistrit me shëllirë, siç e gatuaj në pjesën veriore të Shqipërisë. Prandaj mos harroni të abononi në kanalin ton në mënyrë që të njoftoheni sa herë që në kanal postohen receta dhe videot e reja. Mos harroni që nëse ju pëlqejnë këto receta të shpërndani ato me miqtë e familjarët tuaj, si dhe t'u jepni atyre një like. Prej sugjerimet dhe komentet tuaja në lidhje me bukën që unë përgatita dhe nëse ju përdorni të njëjtën metodë apo keni metoda të tjera të përgatitjes së bukës së mistrit. Për çdo pyetje tjetër dhe nëse dëshironi të më kontaktoni, më gjeni fare lehtë edhe në Instagram me të njëjtin emër si në YouTube, Rajana Kitchen. Bashkë do të shihemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.